25 realisht për Shqipërinë dhe për shqiptarët po unë do thoshja edhe për gjithë faktorët relevant të fuqishëm ndërkombëtar, posaçërisht për Bashkimin Evropian, ka shënuar fundin e një tranzicioni shumë të gjatë të Shqipërisë, edhe realisht ata po e shikojnë me syrin pozitiv që Shqipëria me të vërtet duhet i mbylli shpejt pra kapitujt e negociatave dhe Shqipëria është gati për të futur në Bashkimin Evropian. 11 maj ishte, do thoshja unë, ajo drita me fuqishme jeshile që ju hap Shqipërisë dhe shqiptarëve për Bashkimin Evropian. Por nga ana tjetër ishte edhe fundi i berishizmit. Ky vend është sunduar nga Berisha dhe berishizmi. Partia Demokratike ka qenë Berisha dhe Partia Demokratike u kthye në një organizatë kriminale e cila në çdo lloj pikpamje më shumë, domethënë, mendja i shkonte edhe organizimet i kishte se si do ekzekutonte kundërshtarët, se si do ta bënte më të lehtë punën për të vjedhur, për të grabitur Shqipërinë dhe shqiptarët, si duhet i pastronte ferrat, domethënë thonjza, për të arritur në këto synime e tjera me radhë. Dhe ata që ishin, domethënë, nga më pozitivët edhe intelektual të vërtet, ata që donin opozitarizëm real, alternativ qeverisë në Shqipëri, ajo parti nuk i ka mbajtur dot. Mund të themi 1001 zeza ne për Lulzim Bashën, po në fundit ai ishte qytetar, dhe këtë s'ja mohon dot njeri, ishte me një kulturë perëndimore. Ai në fundit, po a them, pavarësisht e shtemi dhe për 21 janarin po kur nuk jepte urdhër ai që të vriten shqiptar. Kurse pra, këta u gjetë mënyra që të eliminohen, si që u eliminua Eduard Selami, si që u eliminua Paratia Gramos Pashko, Neritan Ceka, e tjerë me radhë, pra berishizmi nuk i ka dashur të mirët e kësaj force. Dhe 11 maj, me atë goditje që i dha Sali Berishës, që i dha vetëm votat e Partisë Demokratike, e cila si të beq fushat, si mos beq. Si të kesh në krye Saliun, si të mos kesh asë një fare në krye, aq vota i merë ajo alternativ, ata faktikisht dhanë më pak se sa merë ajo alternativ, dhe kjo që goditja vdekje prurse që ata i dhanë familjes non grata, familjes kriminale dhe vetë Sali Berishës. Në këto zgjedhje ne e pam këtë fenomen, që Berisha me gjithse e di që po ben një stuhi në godë, sepse nuk mund të flitet për zgjedhje kur vullneti i popullit ishte thuajse referendar me 33 mandate më shumë që jep opozitës, pra të japësh 33 mandate, nuk flasim për 3 mandate, po 33 do të thotë që shuplakën që t'u dha ishte që ti mos ta ngresh me kokën. Dhe ai e bën këtë stuhi në gotë, thjesht dhe vetëm se do të zgjasi ditët e tij të kreut të opozitarizmit, se e di që po i vinë radh atij dhe familjarëve të tij procese ligjore nga më të rëndat, me akuza nga më të rëndat, që parashikojnë, si shtash, dënim e burgim përjetshëm. Dhe ai po zgjat ditët me këto që bën, me këto kërkesa, me këto denoncime e tjera me radhë. Por kanë nxjerr sytë e tij. Pse? Sepse do jeni të bindur që kur të hapen kutit këtu në Tiranë, kur të hapen kutit edhe në Durrës, në ato vende ku janë caktuar që do hapen, kur të hapen kutit edhe në Fier, ju do shikoni që masakrën e kanë bërë faktikisht vetë komisionerët e Saliut, të cilët kanë bërë tjetërsim të votave brenda llojit, kanë vjedhur vetveten, sepse ata nga hajdutëria nuk dalin dot kurrë, sikurse bën hajdutëri sa s'ka ku të vej më në 26 korrik të 92-shit, po i humbën zgjedhjet. Bën masakër në 94 për kushtetutën, po ishte aq i madh vullneti i popullit sa përsëri 54% fitoi ajo që ja hodhën poshtë kushtetutën Berishës. Bën masakër sa s'kish ku të vinte më në 28 maj, në 26 maj të 96-s dhe nxorën rezultatin 130% për Partinë Demokratike, se zinin sa votat fustin në përkuti, por u duk që masakre bën edhe në ato zgjedhje. Bën masakër faktikisht në vitin 2009
edhe që s'haprin asnjë lloj kutie, kurse tani edhe komisioneri, po sidomos kas, të hapni kutit, me kërkesë të Partisë më hapini, ti shikojmë, ti numërojmë, çka është, domethënë, unë e konsideroj ogur jashtëzakonisht të mirë këtë, por do shikoni hajdutëritë me çizme të Berishës dhe të klanit ti, dhe kjo do t'jetë një goditje tjetër, një shuplak tjetër që ati do t'jipet, por që mua, sinqerisht, do të më vi keq, sepse do ketë disa komisioner të cilët do përfundojnë në burg. Dhe këtu nuk kam parasysh vetëm të PD-s, por ka dhe komisioner të PS-s, të cilët mund të kenë luajtur brenda llojit dhe që e kanë deformuar vullnetin për ndonjë kandidat për katës. Do të ketë viktima që do dënohen me burg, do vënë në burg dhe dënimet nuk janë të lehta, domethënë deri në 5 vjet burg rrezikojnë këta komisioner që kanë tjetërsuar votën e popullit. Mua do më vi keq, domethënë pikpamja se nuk dua të shikoj askënd në burg, por që do më vi jashtëzakonisht mirë që të vënë burg dhe mos dëgjojnë kurrën e kurrës me urdhra politik, por të shikojnë me syrin e asaj që mbi ligjin s'ka gjë, mbi vullnetin e popullit s'ka gjë, u dha për Idajetin tjetë Idajetit, u dha për Ermalin tjetë Ermalit, dhe kur të mos i shkoj askujt në mend që të bëj deformim të votës së Shqipërisë dhe shqiptarëve. Avokat, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj analize. Unë ju falenderoj juve dhe edhe njerë përfitoj në rastit të uroj shumë suksese. Të falenderoj dhe kënaqësi të dashur teleshikues dhe dashur miq. Mos harroni të bëni subscribe në Antena Televizion dhe nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.